Tashmë nga kompania Korregjoni në Prizren ka filluar regjistrimi sakt i çdo anëvesërie dhe biznesi. Është një hap i rëndësishëm drejt një shërbimi më efikas dhe një Prizreni më të pastër. Andaj ata kanë bërë edhe një apel që qytetarët i përgjigjen këtij regjistrimi. Të nderuar qytetarë të komunës së Prizrenit, në bazë të memorandum të bashkëpunimit ndërmjet komunës së Prizrenit dhe Korregjoni, ka filluar procesi i regjistrimit të gjitha anëvesërive, bizneseve, si dhe banorëve që jetojnë në objekte dhe banesat e reja të ndërtuara gjatë viteve të fundit. Qëllimi i këtij procesi është përditësimi i të dhënave dhe regjistrimi i tyre në sistemin Korregjoni. Meqense nga muaji korrik, kompania ka marrë përgjegjësinë për faturimin dhe inkasimin e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave për të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit. Prandaj ju ftojmë të bashkëpunoni me ekipët autorizuara të Korregjoni, të cilët janë duke zhvilluar regjistrimin në terren, në shtëpi, banesa dhe lokale afariste. Bashkëpunimi juaj është një rëndësi e veçantë për krijimin e një regjistri të saktë dhe të përditësuar, duke shmangur faturimet e dyfishta dhe duke garantuar një shërbim më cilësor dhe më efikas për të gjithë. Ju falenderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj. Së bashku për një Prizren më të pastër, thuhet në komunikatën e Korregjoni.